E pra të dashur miq, përshëndetje të gjithju, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë me ju një rrëfim që më besoni më ka tronditur mua, por besoj që do t'ju trondit edhe juve. Ndoshta gjeneratat më të vjetra kanë dëgjuar rrëfime që kanë lindur fëmijë sakat, pa duar, me një këmbë më të shkurtër. Do me thënë, ka një gjenerat që është e tillë, por rrëfimi që do të dëgjoni është, do me thënë, shokuese, është e pa imagjinueshme se çfarë rrëfen kjo nën. Thënë rrëfen të merin më të madh që ka kaluar në jetë. Askush nuk më kishte përgatitur për atë ditë. Askush nuk më kishte thënë se ekzistojnë dhimbje në jetë që nuk bërtasin, por të hanë shpirtin dal e nga dal. Kur mësova që në fakt isha shtatzën, mendova se Zoti më kishte parë më në fund. Pas shumë lotësh, pas shumë netësh, vetëm pas një martese, që në fakt më kishte thyer më shumë se sa më kishte mbajtur. Ky fëmijë ishte shpresa ime e fundit në jetë. Çdo mëngjes zgjohesha me dorën mbi bark. I flisja. I kërkoja falje për botën në të cilën realisht ai do të vinte. I premtoja se do ta doja sa për dy fëmijë. Nuk kërkoja asgjë tjetër nga jeta, vetëm ta mbaja në krah një ditë. Mjekët më thoshin se në thelb gjithçka dukej krejtësisht normale. Je mirë, fëmia po rritet, më thonin, ndërsa unë buzëqeshja, por brenda meje kishte një lloj frike. Diçka nuk shkonte. Nuk e di pse, por çdo natë e shihja të njëjtën ëndër. Një dje bosh që fatkeqësisht lëkundej vetë. Muajin e 5 shkova për kontrollën e radhës. Isha vetëm. Babi i fëmijës nuk ishte më pjesë e jetës time. Do vi një herë tjetër, më kishte thënë, por fatkeqësisht herë tjetër nuk pati më. U shtriva në shtrat, mjeku vendosi aparatin në barkun tim dhe salla u mbush me heshtje. Një heshtje që realisht më ngriu gjakun. Mjeku nuk fliste, vetëm e shikonte ekranin. E pyes, çfarë ka, doktor? Unë e pyeta me një zë që më dridhej. Ai hoqi syzet, mori frymën thellë edhe më tha fjalin që më vrau për së gjalli. Më vjen keq. Fëmia ka një keqformim, shumë të rëndë, tepër të rëndë. Nuk e kuptova, mendova se fliste për diçka që në thelb mund të rregullohej. Mjekësia sot për gjithçka apo jo? Por ai e vazhdoi.
Fëmia tha është pa kokë, nuk ka tru. Quhet anencefali. Nuk e di si nuk rash nga shtrati. Nuk e di si zemra ime vazhdoi të më rah. Në vesh më jehonte vetëm një fjalë: pa kokë, pa kokë, pa kokë. Po si është e mundur? Pyeta duke qarë. Këto ndodhin, më tha. Fëmia nuk mund të jetoj pas lindjes. Aty mbaroi gjithçka. Aty u shua nëna që ishte bërë në mendjen time. Aty u shua e ardhmja që kisha ndërtuar në heshtje. Më thanë se mund ta ndërprisja shtatzanin. Më folën me terma mjekësor, sikur po flisnin për një send, jo për fëmijën tim. Por unë nuk munda. Si ta vrisja fëmijën tim, edhe pse e dija se nuk do t'jetonte më. Vendosa ta mbaja deri në fund. Muaj që pasuan ishin ferë, gratë më buzëqeshnin në rrugë. Sa bukur, po pret fëmijë, më thonin. Unë vetëm e tunja kokën. Askush nuk e dinte se çdo hap që e bëja ishte me një arkivol në bark. Çdo goditje që ndjeja më kujtonte se po ritja një jetë që do të vdiste sapo të shihte dritën. Netëve flisja me të, i kërkoja falje që nuk munda t'i jepja një trup të plot. I thosha se edhe nëse nuk do t'jetonte, ishte fëmia im. Dhe askush nuk do ta fshinte atë nga zemra ime. Dita e lindjes erdhi. Salla e maternitetit ishte shumë e ftohtë. Askush nuk fliste shumë. Mjekët e dinin, infermierët e dinin, vetëm unë po lindja dhe po vdisja në të njëjtën kohë. Kur e dëgjova një zë shumë të dobët, nuk ishte e qarë një fëmije, ishte një tingull që më coptoi shpirtin. Ma treguan vetëm për një sekond. Nuk ishte kokë, trupi i lëvizte pak dhe pastaj ndaloi. Më vjen keq, më thanë. Unë nuk bërtita, nuk qava, vetëm shikoja tavanin dhe mendoja, edhe kjo që nga jeta. E varosa fëmijën tim pa e përqafuar kurrë, pa ja dëgjuar zërin, pa ja parë syt. E varosa një jetë që nuk pati kur shans. Sot jam gjallë, por diçka brenda meje vdiq që atë ditë. Kur shoh fëmijën buzëqesh, por zemra ime qan. Kur shoh grashta zëna, uroj t'i ruaj Zoti nga ajo që unë e përjetova. Ky është rrëfimi im. Nuk kërkoj mëshirë, vetëm dua që dikush të dëgjoj, sepse dhimbje si kjo nuk duhet të mbetet kurrë në heshtje.